Sabrije, duke qenë edhe psikologe, rëndësi shumë e madhe normal vlen vizioni dhe sistemi arsimor, po besoj edhe kushtet fizike apo vetë lokacioni, gjëra që ofrohen shkolla luajnë rol të madh apo jo. Na tregu pak a shumë se ndoshta edhe sindikon po dhe çfarë ofron Marifi në këtë drejtim. Po patjetër, në kuadër të kampusit në Tetov, në fakt një kampus i madh që përfshin klasat janë të pajisura me teknologjinë e fundit bashkëkohore për realizimin e mësimit. Më pas kabinete dhe laborator për biologji, për kimi, për fizik, kabinet të informatikës, kabinet të kodimit, të robotikës, duke vazhduar me kushtet që ofron biblioteka, që ka literaturë nga gjithë gjuhët e botës, dhe një bibliotekë me kushte vërtet shumë moderne, për të vazhduar më pas me kabinetin e artit, sallë të sportit me kushte shumë të mira dhe efikase, amfiteatru gjigant, dhe gjithë këto kushtet mbi të gjitha e bëjnë atë që ne tentojmë ose ne ofrojmë për nxënësit tanë. Përveç kësaj, për nxënësit që janë me vendodhje më të largët, kemi edhe konvikt që nxënësit do me thënë nga vendet që janë të ndryshme ose nga qytete më të larta që nuk mund të udhtojnë çdo ditë, qëndrojnë aty kanë edhe kantinën që ushqehen, mirë po edhe ushqim normalisht edhe për gjatë qëndrimit ditor të nxënësve në shkollë. Kushtet fizike gjithsesi luajnë një rol shumë të rëndësishëm, edhe jemi shumë të lumtur që dëgjojmë nga gjithë vizitorët që vinë komente shumë pozitive për mundësitë që ju ofrojmë nxënësve dhe për kushtet që shkolla jonë ka. Ju mirëpresim edhe juve kurdo që të vini të na vizitoni. Ne mirëpresim shumë, domethënë jemi një koqir të shumë garave ose të organizimeve të mëdha dhe evenimenteve qoftë sportive, qoftë kulturore, kështu që besoj që kushtet fizike janë një faktor shumë shumë i rëndësishëm.